Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Erlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Ka një ngërç politik po edhe juridik aktualisht në politikën shqiptare, ndërsa kryeministri Rama ka dërguar në presidencë vendet vakante për 6 bashkitë, për 6 bashki në gjithë territorin e Shqipërisë, pra për të zhvilluar zgjedhje të pjesshme dhe pritet që presidenti nga momenti në moment mund të afirmos dhe të dekretoj zgjedhjet e pjesshme, një datë të caktuar sipas asaj që ai mendon. Nga ana tjetër kemi një vendim të gjykatës kushtetuese që gjithçka pezullohet pas padisë që bëri zoti Erion Veliaj, kryetari i bashkisë së shkarkuar nga Këshilli Bashkiak dhe nga qeveria. Por ky ngërç juridik si do zgjidhet? Kjo është pjesa e parë e asaj që quhet ngërç. Nga ana tjetër kemi opozitën e cila në një farë mënyrë po përgatitet për kandidatët e këtyre zgjedhjeve, po ende nuk kemi një emër të ri, ndërkohë Partia Socialiste ka shpallur të paktën për Tiranën Rogerta Manasiliun. Nga ana tjetër kemi fillimin e sesionit të ri parlamentar me një problematikë jo të lehtë pas asaj seancës së parë që nuk u zhvillua si herët e tjera, pra nuk pati një seancë normale ku ne mendonim të ishte maraton, qeveria do shpaloste programin e saj në 4 vite të ardhshme, në fakt ajo zgjati vetëm 25 minuta. Po jo vetëm për këtë. Opozita është në një situatë që pritshmëritë janë të mëdha, po ende ne nuk kemi një shkëndijë që ndes një zjarr opozitar. Për gjitha këto, unë kam zgjedhur sot një personazh që rrallë shkon në studio, po unë kam pasur fatin që ta kem nga të parët në intervista dhe sot e kam përsëri. Gjelan Mziu, faleminderit që pranove ftesën deputeti i Partisë Demokratike. Faleminderit, kënaqësia imja që jam në një debat me ju. Zoti Mziu, unë nisa edhe në fillim, kemi një ngërç juridik tashmë dhe një përplasje juridike edhe me institucionet e drejtësisë, me gjykatën kushtetuese. Tani, çfarë situata është Partia Demokratike? Çfarë ka informacion më shumë, se në këtë situatë jemi me vërtet shumë të paqartë? Në fakt, unë do të shkoj në pak përtek saj, do të them që nëse sot thuhet që do bëjmë 6 bashki, në fakt 4 bashki kanë qenë që në zgjedhjet e 11 majit dhe absolutisht zgjedhjet e pjesshme duhet të ishin zhvilluar me datë 11 maj, sepse momenti që ato kanë bërë deklaratën e tyre të dorëheqjes dhe të kandidimit për deputet, absolutisht është e mjaftueshme koha 30 ditore që presidenti i Republikës të bëjë dekretimin e zgjedhjeve, po themi, parakosh, mos e të pjesshme për këto njësi vendore. Absolutisht do t'i kushtonte buxhetit shtetit më pak. Dhe së dyti, patjetër që nuk do të kishin luajtur rolin në një farë mënyrë të tjetërsimit votave, duke qenë, po themi, një person edhe kryetar bashkie, duke qenë edhe kandidat për deputet, ndikon absolutisht pozitivisht për mazhorancën. Po shkua po prapë për te kësaj, mirë që nuk u bë me datë 11 maj, përse nuk u përdor data, po themi, në qershor, në korrik, në gusht, në shtator, por akoma nuk është përcaktuar, pra kushtetuta përcakton qartë që zgjedhjet e pjesshme në mënyrë të menjëhershme shpallen nga presidenti i Republikës. Për të ardhur tek ajo çfarë ju thoni, po prap unë me qenë se është vonuar deri në këtë moment, mbase do të kishte qenë e rrugës për të pritur edhe ca kryebashkiak të tjerë, të cilët sipas medjave kanë probleme në lidhje me sistemin e drejtësisë, mbase do të kishte qenë më udhës dhe ajo. Por shkua po prap fiks tek ajo çfarë. Se kuptova këtë, domethënë që ka kryebashkiak të tjerë që mund të largohen për shkak të veprimeve të drejtësisë. Të paktën nga media janë edhe 2-3 bashkiak të tjerë, të cilët kanë një dosje dhe që pritet, po themi, për t'ju hequr për shkarkimin e tyre. Kështu që ndoshta do kishte qenë më udhës për të patur, po themi, dhe këto bashki për zgjedhje. Për shkuar tek pyetja juaj, situata që jemi, më duket përsëri absurde Bashkia e Tiranës, sepse kryeministri Spari tentoi për ta vjelur edhe pse prapa hekurave enturazhin apo mbështetjen e zotit Veliaj, sepse ai kishte mjaftuar shumë kohë brenda 3 muajsh, 3 muaj madje i mbushte me datë 10 maj, mund të kishte bërë, po themi, pezullimin e atyre ose shkarkimin nga detyra që atëherë
Së dyti, pse e bëri tani? E ka bërë në këtë moment, sepse i duhej për të spari i duhej ajo për ta vjelur për zgjedhjen e 11 maj, së dyti i duhej për të kapur situatën brenda po themi strukturës së bashkisë, dhe ju keni parë që ka bërë rokadat ndryshme brenda bashkisë Tiranës, madje e ka kthyer, po themi është kthyer si një kryebashkiak, duke organizuar, po themi, mbledhje brenda institucionit apo në sheshin Skënderbej e mjaft takime të tjera, të cilët në një farë mënyrë ka tentuar për ta kthyer çdo aktor brenda këtij institucioni në të kundërt, po themi, të Erion Belis dhe në funksion të partisë të tij ose të Partisë Socialiste. Kështu që në këtë moment ai përdori po prap një mash tjetër ose një instrument tjetër, përdori Këshillin Bashkiak dhe ju e pat ftoi Këshillin Bashkiak të Partia Socialiste, ju bëri presion, po prap nuk ishin mjaftueshëm votat e tyre dhe pastaj përdori instrumente të tjera derisa ato i dhanë votën përjashtuara 3 personave të cilët gjetën një mënyrë, po themi, për të mos e votuar, por në urdhën e partisë gjithë prej tyre e votuan pavarësisht se nuk kishin shumë prej tyre, nuk kishin asnjë lloj lidhje, po themi, përveç se asaj pjesës organike që kishin me Erion Belin, pra u detyruan për të votuar. Kjo që ka dërguar ke presidenti dhe njëherë tregon që kryeministri sot nuk është vetëm kryeministër dhe kryetari i Partisë Socialiste, por sot kryeministri është dhe presidenti i Republikës, dhe ju keni parë edhe në rastin e dekretimit të qeverisë, që është e para qeveri që shkon e dekretohet pa një debat, është edhe kryetari i kuvendit, ju e keni parë dhe në seancën e qeverisë ose votbesimit të qeverisë, ishte kryeministri që përcaktonte se çfarë duhet të bëjmë. Sot kryeministri është jo vetëm kryeministër, por është dhe çdo ministër, është dhe çdo kryebashkiak, pra është dhe i sistemit drejtësisë, pra duke parë se çfarë si do shkojë, se çfarë ka bërë, po themi, ai gjatë gjithë kësaj kohe, nuk është çudi, po themi, nuk është një rufe në qiell të pastër, dhe kjo që dërgon, po themi, pa mbaruar procedura ligjore në kushtetuese për zotin Veliaj për të shpallur zgjedhjet e parakohshme. Do të ju prisin që presidenti ta firmos? Absolutisht, në kundërshtimin tim do ta firmos dhe do të shkohet. Po gjykata kushtetuese ka bezulluar? Gjykata kushtetuese në të dyja rastet do të bëj lojën, ose do të në mënyrë të përshpejtuar do të rrëzoj kërkesën e Veliajt, ose do të lëjë derisa të marrë procesi zgjedhor dhe pastaj do të shprehë dhe do të jap drejt pas ekzekutimit që i bëhet, po themi, zotit Veliaj. Çfarë vlere ka atë? Absolutisht asnjë lloj vlere, por thjesht për treguar që gjykata kushtetuese funksionon, por efekti i saj do të jetë zero dhe do të jetë vonë pastaj. Kjo është do të thënë një kazus juridik fantastik. Zotim Ziu, okay, por nga ana tjetër ne po diskutojmë për kandidatët. Partia Socialiste është një hap para Partisë Demokratike. Ju jeni shprehur që këtë javë, do të thënë sot është e mërkurë, java mbyllet të dielën, po këtë javë Partia Demokratike do ta ketë emrin për Tiranën. Ka në një zhvillim? Është e vërtetë që në çdo palë zgjedhje, sidomos zgjedhjet e pjesshme, mazhoranca kuptohet është në situatë më komode se sa opozita, sepse i ka gjitha strukturat, madje është më keq kur shkelet ligji si këtu në Shqipëri, që ajo din dhe vetë se kur bën. Po mode duhet të jetë opozita, se opozita s'ka punë tjetër, çfarë punë ka opozita? E kisha në kontekstin sepse ai ndryshon datën, e përcakton kohën, si e dhe u gjen ju pa përgatitur nga fjalët? Jo se na gjen ne pa përgatitur, por akoma sot ne ligjërisht ne duhet presim derisa të shprehë gjykata kushtetuese. Por unë shpjegoj edhe pak më përpara që nuk është gjykata kushtetuese ajo që përcakton, por është kryeministri. Kjo ju ndihmon juve nëse gjykata kushtetuese ose më saktë nëse zbatojnë pezullimin e gjykatës kushtetuese, e ndihmon opozitën? Ne na interesonte që këto zgjedhje duhet të bëheshin, siç e thashë pak më përpara, me 11 maj. Dhe ne këmbgulim që çdo zgjedhje e pjesshme, po themi, duhet zbatoj thjesht 30 ditë përpara të shpallet zgjedhjet
s'ka nevoj, po themi, për ta lënë deri kur shkoj kryetari i Partisë Socialiste apo kryeministri, ti tregoj se kur do të zhvillosh zgjedhjet. Pra respekto kushtetutën, sa po një person, po themi, largohet nga bashkia për arsye ligjore apo jo ligjore etj. Presidenti i Republikës do që të bëj shpalljen e saj. Për shkuar po prap tek pyetja juaj. Ju e dini shumë mirë që është një grup që po merret në të paktën për Bashkinë e Tiranës për të identifikuar, po themi, personat me një potencial të cilët garantojnë, po themi, maksimalizimin apo fitoren e Partisë Demokratike dhe të opozitës në Bashkinë e Tiranës. Normalisht, personat të cilët po merren me këtë pjesë jam i sigur dhe i bindur që do të konkludojnë në një figurë që do t'jetë gjithë përfshirëse. Deri tani s'kemi emra. Normalisht ato kanë komunikuar, po themi, me disa aktorë të rëndësishëm, por shpresoj që të gjithë aleatët e tjerë, pavarësisht peshës së tyre specifike, duhet të konvergojnë të kjo figurë. Nuk di të them, domethënë vetëm kot që për të ditur ditën, por s'po i thua këtu publikisht, për të ditur. Absolutisht. Për të ditur se besojnë këtë që Xhelal Mziu nuk e di se kush po piketohet atje. Nëse do ta dinja, do të merr një ekskluzivitetin e nxjerrjes së emrit, por absolutisht që nuk. A jeni ju i mendimit që Ilir Ali Mehmeti duhet të jetë kandidat? Për të qenë realisht i sinqert, unë do të kuotoja Ilir Ali Mehmetin për një arsye. Së pari do ta si një person i cili ka një gëshëtim midis pjesës akademike, midis një personi shumë publik dhe një personi që është veshur me petkun e një partie vetëm më pak se sa 2 vite më parë. E duan më shumë se sa Partia Demokratike. Pra, çfarë do thotë që në këndvështrimin tim merr dhe një fasho personash tjerë jashtë politikës përveç po i ka thënë jo, s'dua. Dhe edhe një argument tjetër, normalisht duke qenë një person që mori shumë vota, por nuk ju dha mundësia, po themi, për të bërë deputet, unë e konsideroj të mitizuar në raport me votuesin e Tiranës dhe absolutisht një pjesë prej tyre dhe për shkak të këtij mitizimi do t'ja jepnin votën. Por kjo nuk do thotë që nëse unë them apo mjaft zëra tjerë mund tonë që duhet të jetë Ali Mehmeti dhe ne duhet ja... është qëndrim personal i gjithë secilit për parë se kur është e mund. Zoti Mziu, okej, këtë mendim kam dhe unë për zotin Ali Mehmeti dhe ata e duan shumë njerëz. Për të vërtetë në Tiranë dhe jetë ka treguar me vota, edhe në primare dhe tani si kandidat për deputet, është fatkeqësi që ai s'është në parlament. Tani në parlament aty keni aty, nuk e di sa vota mund të ketë marrë ndonjëri që ti e di mendje. Nëse nuk do të na i kishin vjedhur kaq shumë vota, do të ishte vetëm Ali Mehmeti, po dhe disa Ali Mehmeti. Tani po, ju të PD s'keni asnjë faj, jo vetëm ata që vjedhin kanë faj. Tani, zoti Mziu, kemi një problem. Ju po thoni, ose jo ju personalisht, po Partia Demokratike po thotë që ti je një person politik i kalibrit lartë, sepse betejë është politike dhe është Tirana. Okej, po bëj pyetje unë direkte, të drejtë për drejtë. Dirisa është kështu, pse nuk kandidon Gazmend Bardhi? Se Gazmend Bardhi as i betejë s'ka bërë. Tani ai është numri 2 i partisë, se i thon Flamur Noga, po në fakt numri 2 i partisë është Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar, nënkryetari i partisë dhe është aktori kryesor që i takon të ketë atë aktivitet, se edhe ti ishe kryetari i grupit parlamentar, do bëj rrëmuj në parlament se këtë bën kryetari i grupit parlamentar. Ore pse nuk futet ky nga gara? Të heqë dorë nga mandati i deputetit, siç kanë hequr plot aty dorë, si Belindi, tjetri, edhe të futet një garë që është e nivelit më të lartë. Unë kështu e kuptoj kur ju Partia Demokratike thotë që duhet patjetër një profil i lartë politik. Ja, profil i lartë politik, sepse Ali Mehmeti është profil i lartë akademik, po jo politik. Në fakt nuk është e vërtetë kjo që ju thoni. Pse nuk është e vërtetë? Unë sapo thash pak më përpara që modeli Ali Mehmeti kuotohet në këtë mbështetin tim më shumë se sa një figurë, po themi, historike, politike e Partisë Demokratike.
Pra, nuk është e vërtet që ne po tentojmë për të gjetur një figurë politike të përfaqësimit lartë ose të nivelit lartë. Ka thënë zoti Berisha? Jo, nuk është e vërtet. Bile edhe se debati me zotin Shej, ky ka qenë. Edhe në komunikim, zoti Sheu ka dalë përtej një logjike sepse e ka bërë selektive. Berisha, Partia Demokratike kanë thënë që është ky grup në bashkëpunim me aleatët për të përcaktuar dhe nuk ka vendosur as që duhet të jetë jashtë politikës. Ali Mehmeti është figura ideale e kësaj që thon zoti Shej. Po. Ky është kundërshtim me veten e vet. Zoti Shej është nga bota akademike më shumë se sa nga Partia Demokratike, të flasim realisht. Cili Shej? Më fal, zoti Ali Mehmeti është një figurë më shumë nga bota akademike se sa në strukturat e Partisë Demokratike. Ktu bie ndesh zoti Shej. Ne po kërkojmë... zoti Berisha ka thënë duhet profil politik? Jo, profil politik. I lartë politik, më? Jo, absolutisht. Ka thënë që duhet një person i cili të maksimalizoj që ka dhe pjesën politike, ka dhe pjesën e backgroundit personal, ka dhe atë publike, ka dhe të tjerë të cilët shkon dhe ka të fasho të tjerë të cilët nuk mund të kapë. Sa qef kisha ti ishe futur të gërgazme të bardhe. Aty ta shikon dhe njëre. Si fiton votat Xhelal Mziu? Ka dhe një... Ilir Ali Mehmeti? është banori Kavajës, nuk besoj se lejohet për Bashkinë e Tiranës. Po pse s'bëhet dot banori Tiranës ai princ sekretëror? Ç'e problem ka? Po besoj që ka Tiranë sa duash. Ore, unë po them, shiko, unë ti e kupton se e them unë këtë, se nuk kam gjë personale me atë, jo, fare. Por mua më shqetëson që njerëzit që marrin vota nuk u jepet vendi që i takon, dhe ata që nuk marrin vota, sepse ai u vendos aty me ndryshime statutore. Tani më fal tani, kjo është një gjë që dëmton po. Shiko, kjo është ky shqetësim që ju keni në aspektin e përgjithshëm është një gjë që edhe unë dhe askush nuk e dëshironte. Ishte këmbgulja e mazhorancës, madje që e lejoj këtë përdorimin e 30 apo 33% po themi të listës së mbyllur. Asu nuk jam ndjerë komod, por besoj që asnjë koleg i imi që ka qenë listën e mbyllur nuk ka qenë komod duke qenë me atë listën e mbyllur, sepse jam absolutisht i bindur që nëse lista do kishte qenë e hapur, do të kishte qenë një rezultat dhe më i mirë, dhe ndërkohë do t'i vendosen në pozitat barabarta secili prej kandidatëve. Zoti Mziu, okej Tirana, por 6 bashkit me një llogaritë bie 40% e vendit. Pra, vendi po shkon përsëri në një lloj, nuk quhem fare zgjedhje pjesëme, po quhet një test politik shumë i fortë. Tirana, Berati, Vlora, do thënë mirë këto bashkitë e tjera, do thënë kaq që Shqipëria tani, flasim realisht tani, do thënë kur ti futesh në palëzgjedhje me këto bastione të forta, është një test shumë i fortë. A është e përgatitur Partia Demokratike për këtë garë të fortë? Jo dini shumë që ne sapo kemi dalë nga një proces zgjedhor, në të cilin vazhdojmë dhe ngulim këmbë për të treguar, jo vetëm po themi faktorit brendshëm sepse ato kanë qenë aktor të situatës dhe e din shumë mirë, por dhe faktorin e jashtëm për të treguar që rezultati i 11 majit nuk është rezultati i vullnetit të qytetarëve, por është rezultat i mekanizmave të ndryshëm antiligjor që ka përdorur kjo qeveri për marrjen e rezultatit. Pra, për të mos u zgjatur te kjo pjesë, mbase mund të bëni një pyetje edhe më vonë, duhet të them që qytetarët dhe PD-ja sot nuk është në një situatë, po themi, normaliteti. Sepse nuk është në normalitet se as vetë kryeministri nuk e beson që ka marrë 83 mandate dhe ai pretendon, po pra, normal. Ai e tha kaj do marrë, ai e tha, po shi, tani se po bëjmë shumë, përdor disa regjistrime dhe këtë kujti mbushet mendja hedh në treg pastaj, ose më saktë ai rezultat që del thot ja shiko që e kisha parashikuar. Por i jap të drejtë në këtë drejtim sepse është bërë profesionist i zgjedhjeve, sepse përcakton sa do të jetë numri dhe vetëm një gjë bën, shton kuotën e blerjes së votës, pra nuk përdor më as 50, as 100, as 200, po përdor 300, 350, 400, dhe kjo është shumë e dhimbshme. Dhe nëse ne shkojmë me këtë lloj modeli,
absolutisht jo vetëm në zgjedhjet e pjesshme, po edhe në zgjedhjet tjera, nëse ne shkojmë shumë, mjafton që ky të përdor, po themi, shokët e Arubos, apo të përdor, po themi, grupet kriminale që janë kudo në Shqipëri, apo që ushtrojnë funksionet tyre dhe jashtë Shqipërisë, dhe thjesht ju përcakton rritni taksën në parcelën që ju do të mbuloni. Ka shanse që Xhelan Ziu t'i vjedhin votat, unë se besoj. Është e vërtet. Ty t'i kanë vjedhur votat? Po, ja ta tregoj unë. Unë kam qenë në vitin 2021 në Dibër, dhe realisht kam bërë një betejë, po themi, edhe me Partinë Socialiste, por që kishte disa limite. Dhe ju jeni dëshmitar, flasë si media, që u kap atëherë një mjet që kishte disa lista votuesish dhe kishte 5 milion lekë të vjetra në mjet personi, i cili u kap me angazhimin e policisë dhe prokurorisë, ka vajtur dhe ka bërë, po themi, vujtjen e dënimit për diku 2 vite e sap. E rëndësishme është që ky rast që u kap, po themi, veproj ligji. Ndërkohë, nëse shkojmë në këto zgjedhje, pra 4 vite më vonë, në të njëjtin terren, absolutisht kishin një situatë totalisht ndryshe, dhe ju e dini po prap që në një mjet, ishin 2 mjete, po njëri arriti që ta fshe atë thesin me para, në mjetin tjetër, në pranin e prokurorisë, në pranin e drejtorit policisë dhe policisë, u kapën një vlerë prej 12 milion lekësh, që kishte tollona nafte, pound, dollar, lek, dhe lista të familjeve demokrate që po shpërndashin. Pra, para 4 vitesh 5 milion dhe personi u arrestua, kurse në këtë rast, ky fakt, por dhe 3-4 të tjera të cilët ne kemi kapur, nuk ka, jo vetëm që s'ka patur vullnet, po themi për të shkuar drejtësisë deri në fund, por ka patur një vullnet duke përdorur mekanizma, duke na bllokuar ne derisa pastruheshin makinat dhe pastaj bënim ne, po themi, kontrollin në monitorim. Pse blieni ju demokratët? Pra, listat e demokratëve, pse blien demokratët? Ja ta tregoj unë, një familje, po themi që sot është në qakun e Dibrës, e din ti që nuk vinte në takim me ne, se merrte një ndihmë ekonomike 15.000 lekë të vjetra, maksimumi, ku kishte shumë fëmijë, shkonte deri në 70.000 lekë të vjetra. Dhe ai nuk guxonte, edhe nëse ishte demokrat i flak, për të ardhur apo për të votuar, sepse i hiq një ndihmë ekonomike. Pra, një popull që varfrohet në ekstrem, normalisht e shef si zoti, pastaj edhe atë 5 lekë që ai merr. Kështu që jam i njëjti person që kam shkuar në të njëjtën zonë dhe diametralisht ndryshon qasja e kësaj qeverie në raport me votën nga 2021 në vitin 2025. Do kemi një ndërprerje publicitare të shkurtër dhe kthehemi sërish publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Kthehemi në studio, falenderit edhe njëherë institucionit monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalogu këtu në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Zotim Ziu, okej, sepse fabula ne duhet ta përshtasim me atë skeçin e Estradës së Fierit që Hajduti ka faj, po ti pse se ruajt e lopën? Nëse dhe më thanë fajn e ka i zoti i shtëpisë apo i zoti Lopës, atëherë nuk e di një këtë unë. Unë e di që ai që duhet mbaj përgjegjësinë është Hajduti. Nuk është se sot
ka 1000 arsye dhe instrumenta, po themi për të gjetur mundësinë e grabitjes votës. Mirë. Kështu që unë e thash dhe pak më përpara, kur ti ke në krah policinë dhe prokurorinë që është bashkë me ty dhe shikon parat dhe listat dhe ndërkohë nuk thirrën asnjë ditë qoftë edhe në polici, çfarë mund presësh? Zotim Siu, okej, këto denoncime absolutisht që duhet marrë në konsiderat dhe drejtësia duhet të jetoj, po Edi Rama e zëm se ka vjedhur 3 mandate, 13 mandate, 23 mandate, 33 mandate nuk i ka vjedhur. Këtë ta them unë me siguri. Tani, a pranon që Partia Demokratike nuk është aty ku duhet të ishte dhe a pranon që Partia Demokratike duhet kishte bërë gjëra shumë herë më ndryshe për të arritur një rezultat maksimal, sepse e marr mirëqen këtë vjedhje, dakord, nuk e kundërshtoj unë këtë. Por sigurisht organet e drejtësisë spaku e ka atë, nuk jemi ne që vendosim këtë. Megjithatë, unë nuk e besoj që 33 mandate i ka vjedhur Edi Rama. Tani edhe ju keni atë fajet tuaja se edhe ky është problem se ne pritshmëri kemi të mëdha propozitë, nuk i kemi pritshmëri të vogla. Kemi sot 12 qarqe dhe të paktën në këto 12 qarqe të paktën janë vjedhur më shumë se sa 13 mandate apo 15 mandate. Madje në të gjitha prapavin e këtyre mandateve që sot i kemi kolegë në parlament, ka patur një grup kriminal i cili ka mbështetur një person që përfaqësohet në parlament. Dhe ky lloj produkti i përfaqësimit tyre në parlament sot janë dhe të nominuar kush është prej tyre, por nuk është, po themi, për të treguar se cili person ka ardhur, është fenomeni në cilin është përdorur. Pra, në 12 qarqet ka patur 1 apo 2 deputet të cilët kanë ardhur si rezultat i mbështetjes apo një prapavije kriminale të një personi. Në këndvështrimin tim, për të qenë i sinqert, duke parë situatën, unë mendonja që Partia Socialiste do të kishte diku ke 67-68 mandate. PD-ja absolutisht nuk mendoja që do të ishte fituese, po do të ishte diku ke 2 apo 3 mandate pas Partisë Socialiste. Dhe ndërkohë këto partitë e vogla, që me një bujë të madhe erdhen, pretendojnë që do të kishin minimalisht diku një 10 mandate. Dhe në këndvështrimin tim, mendojnë që pavarësisht se Partia Socialiste do të ishte mazhorancë në aspektin e një subjekti politik, por e kishte të pa mundur dhe ndoshta dhe faktori ndërkombëtar nuk do ta lejonte, po themi, për të vazhduar një mandat të radhës, po për të krijuar një koalicion të gjerë me partitë e tjera. Kështu që kjo për mua ishte... Po mimo, zotim Ziu, në datën 11 mbushën 5 muaj nga zgjedhjet. Ore, ju s'keni bërë analizë. Tani humbi dhe mos bësh analizë, tani këtu se ka fajnë e Tirana. Kur bën zgjedhjet, absolutisht bëhet dhe analizë, por bëhet dhe denoncim. Ne po tentojmë dhe jemi akoma pa shkuar në atë limitin e ankimimit, sepse ju e dini shumë mirë që ne kemi një raport para prak të OSB Odirit, kur është data e raportit përfundimtar? I cili në 25 apo 30 vitet e fundit është raporti më i keq i emetuar ndonjëherë dhe absolutisht duhet ishte zbardhur brenda muajit shtator. Shpresojmë që tani në ju s'keni një informacion në datë? Nuk normalisht duhet ishte mbyllur. Pse jo mund të luajë rol dhe qeveria? Po jo, nëse edhe ata ka bërë qeveria. Po ju kujtohet shumë mirë çështja me Gonigal. Po themi që kush e mendonte për shembull që një person i nivelit lart të Shtetit Amerikan, po themi të jetë sot prapa hekurave për shkak të shkeljes ligjit me kryeministin që ne kemi sot. Zotim Ziu, 50 mandate keni në parlament. Ata kanë 83 dhe është një jo maggiorancë e frikshme. Tani si do e bëni në parlament? Se ç'a keni ju aty? Vota, kartoni ju s'u vlen. Si do ndikoni ju aty? Normalisht
edhe me 69 mandate po të ishim ne, prapë quheshim opozit. Ne do dëshironim që të ishim në pushtet. Ne do dëshironim që të kishim 69. Por PD-ja apo dhe PS-ja, në këtë historik, po themi 30 sa vjeqar, kanë patur edhe më pak se sa 50 mandate, edhe PD-ja dhe PS-ja. Kështu që nuk besoj që është numri kur jenë opozit, është ajo shpresa që ti krijon tek qytetarë. Kështu që në këtë këndvështrim, absolutisht ne do të jemi të angazhuar maksimalisht që krahas denuncimit për shkuar drejt rigjenerimit të kësaj strukture dhe për të zgjeruar bazën e përfaqësimit të kësaj strukture dhe ndërkohë për të krijuar shpresë dhe për të patur një betejë konkurruese në zgjedhjet në vazhdim. Okej, zotim Ziu, 2 javë më parë ndodhi një ngjarje shumë e rëndë në banesën tuaj është vënë një sasi tritoli që për fat nuk pati dëme në njerëz, por pati dëme në materiale, po dëmi më i madh është ajo e krimit të një frike, sepse në vitin 2025 të ndodhi një ngjarje e tillë, një politikan, një deputeti, një po themi profesuesi të popullit, jo i zgjedhur, jo i emëruar, është ngjarje shumë e rëndë dhe gati i kishim harruar këto ngjarjet me sulme ndaj njerëzve të politikës. Nëse është e mundur regjia foton e momentit kur është pas i ka ndodhur ngjarja, jo, foto e momentit të banesës së zotit Mzill. Çfarë ndodhi zotit Mzill? Ka kaluar 2 javë, sigurisht që vendosit e tritoli, këto shpëthimet janë të vështira për të zbardhur. Ja, kjo është pasoja. Kjo është muri jashtë, pranë rrugës. Do vetëm ky dëm është. Dëm janë dhe xhamat e thyera. Xhamat e shtëpisë, edhe të makinave. Edhe të makinave. Po, nuk është vetëm dëm i material që është bërë, është. Po, unë e thash që është dëm. Të vendoset tritol ndaj kujtdo është e frikshme dhe shteti absolutisht që duhet të reagojë dhe t'i shkoj deri në fund. Po kur vendoset tritoli ndaj një ligjvënësi, absolutisht që jo se një ligjvënës, po themi, duhet vlerësuar në aspektin personal, por duhet kur dikush është ligjvënës, ka përfaqësimin e votave të një numri të konsiderueshme dhe absolutisht sistemi i drejtësisë duhet të shkojë deri në fund. Është e frikshme, është e frikshme jo në aspektin tim personal, por kur familja përballet në një veprim të tillë, por është kaq e dhimbshme kur ne kemi një mazhorancë siç është sot, ku pavarësisht se kanë kaluar 2 seanca dhe nuk u tha një fjalë nga ajo mazhorancë. A ka marrë ndonjëri në telefon nga Partia Socialiste? Kam patur vetëm 1-2 kolegë që më kanë marrë deputet në telefon, nuk po shumë. Po instancat e policisë, ministri i Brendshëm. Ndërkohë as ministri i Brendshëm, as drejtori i policisë përjashtuar atë natë që ishte shefi i komisariatit dhe që nga e ditë dhe deri më sot asnjë person nuk nuk më ka kontaktuar dhe nuk e konsideron. Jo, do flas për timin, po jo një sekondë, domethënë unë po të bëj pyetje ministri i Brendshëm sepse zonja Koçiu se kishte marrë detyrën nga Prishtina. Nuk e kishte marrë. As ish ministri, as ministria. Nuk ka marrë. Kryeministri? Ja, absolutisht ja. Nuk ka marrë zotin. Ja. Presidenti? Presidenti më ka komunikuar në telefon. Ka marrë në telefon. Po shumë mirë, bravo. Kryetar kuvendi? Ja, absolutisht ja. Dhe asnjë nga vetëm 2 deputet Partisë Socialiste. Asnjë person. Na i thuj kush janë këta burrat mirë. Po jo, po burrat mirë, më do të them një fjalë mirë më. Se ngelin po isha. Se ka asë mos i bën një gjë Dirama? Leti lëm enigm. Sa kështu është kjo. Tani, për hetimin, çfarë kemi gjë të re, sepse një djalë i ri të paktën me kapuç në kokë, vë tritoli dhe ikën me vrap me biçikletë, kështu deri këtu jemi. Nuk besoj që personi që ka vendosur tritolin është person që absolutisht ka një prapavi, unë nuk kam asnjë lloj
konflikti me askan, dhe ndërkohë, jo që s'kam konflikt, por nuk gjej asnjë lloj arsye të këtij tritoli, përveç se pjesës politike. Jo qeveri që ne kemi sot, jo qeveri që ne kemi sot, ju e dini shumë mirë se si e ka targetuar, po themi, opozitën, duke filluar nga kryetari i Partisë Demokratike, apo kryetarët e partive aleate, apo deputet, ose duke përdorur, po themi, sistemin e drejtësisë, ose duke përdorur shantazhet tjera të cilët janë... Qa fitoni Tirana për të bërë shantazh me Tritol Xhelamziu? Shënësi ka, dhe më thanë, është Edi Rama, apo një person tjetër i politikës. Unë po them që kjo ngjarje... Jo, qa fitimi ka i që të ndodhë këngjarë? Për të shantazhuar dikën, po themi, si që mund t'jem unë, apo si që ka operuar, po themi, edhe me të tjerë që janë prapapu, që influenca ti në komunitet tjetë më e vogël, më e pakta që ato kërpajnë. Mirë, kjo duhet vërtetuar. Që kjo mazhorancë... Që është politike, që kjo mazhorancë tjetë korekte me mu, por edhe me çdo qytetar, duhet që t'i shkojnë ngjarjes deri në fund. Nuk ka rast në Shqipëri që dikujt është vendosur tritol dhe që nuk është marrë personi në komunikim nga asnjë lloj strukture policore apo prokurorie. Nuk ke drejt. Jo, këtu ke drejt, më habis. Ma gjeti argumentin. Pakte njerëzore, ishte gjë më në Ministrinë e Brendshme, apo dhe një nuk po merrem me pjesën Ministri e Brendshme, se thonë. Unë po merrem ndonjëherë me funksionimin e shtetit. Pra, kush jeton si Prokuria e Tiranës apo nuk e di se s'kam komunikuar me asnjë. Çfarë thua? Askush nuk ka komunikuar. Ty nuk të ka marrë njëri në pyetje? Asnjë. As në polici? Vetëm policia, në moment që ka bërë një përzërbal, edhe ku ishe, si ishe, ku ke qenë sot që ke bërë. Jo, dakord, po nuk të kanë thirrur asnjë në prokurori? Asgjë. Si ka mundësi, zoti, se po më Ja, habit kjo është shteti që kemi. Ja, kjo po më habit mua, si nuk është kryer një veprim me timor nga prokuria. Po realisht duhet ta ketë Prokuria e Tiranës, besoj. Logjikisht. Tani ju ishin në shtëpi në atë moment? Po. Bashkë me familje. Sa ishte ora? 1:05, 1:05. Gjithë në gjumë, besoj, s'kishte e frikshme ishte, besoj. Nuk ka vend për ta vënë diskutim të. Por komshinjt, njerëzit praf, fqinjet, çfarë ju thanë, çfarë... Po çfarë mund thotë dikush për këtë ngjarje? Po besoj që mos zgjatim shumë nga kjo pjesë, nëse mund të bëjmë një pjesë tjetër. Në pjesë tjetër, se kemi një parlament. Do të pjesë për parlament. Edhe një pyetje, është diskutuar shumë banesa juaj. Tani, mua nuk është më bëri në i përshtypje tjetë zakonshme në krahasim me ato që ke aty në krah, po tani duke qenë politikan do ta thonë këtë, se tani e ke marrë vetë për sipër këtë. Tani, si është e vërteta e banesës tuaj se Vil, mua nuk më duk Vil, mua më duk një shtëpi nga ato që janë të shumta. Unë do të zgjidh një pamje pasaj të Kanzës, po në këtë ç'është banesa juaj, si është banesa juaj, si e keni bërë? Ka 35 vite që jam banor, 36 vite jam banor i Kamzës, kështu që me të paktën ka një 25 vite që e kam mbaruar si shtëpi, dhe është një shtëpi poshtë mesatares së shtëpive në Bathore, në Duke krahasuar me tjerë. Absolutisht. Sa ka kushtuar? Mbaj mend që kur kena futur themelet në atë periudhë ishte 1 kuintal qimento 600 lekë vjetra. E më ke mend mirë këtë, Po. E kuptova. Tani, kemi një situatë të çuditshme në parlament. Unë e thash që ju s'keni votat, po keni vetëm fjalën. Ajo seanca e parë nuk ka nevojë, se nuk besoj që ka dikush që thotë ai ishte normale. Nuk ka, edhe socialistët vetë kur komunikojmë thonë nuk ishte normale. A ka mundësi që të zhbëhet, do të kthehet, sepse merrni bukë me veten e këtu e sa vite më parë si gazetar dhe kolegët e mi kështu kur shkonin në parlament, sepse ishte programi i qeverisë dhe kjo bë tradit. Tani mbas 35 vjetësh kjo përmbyset.
Tani, a ekziston mundësia juridike që të kthehet kjo, të bëhet kjo seancë? Spari do të theksoj që në 11 legislatura, në 10 të parat, është zhvilluar debati me 28 orë, se me 2 ditë. Ka që është, po. Maraton. Kujtoj edhe para 4 vitësh, në 2021, ne kemi zgjatur gati 28 orë, 36 orë, dhe më thonë 2 ditë edhe një natë. Sepse janë 120 deputet për nga 10 minuta, plus që merret, po themi edhe për procedurë, apo plus kryeministri, që ka më gjatë debate që bëhen. Qartë. Pra, absolutisht, kjo duhet shkonte 2 ditë. Dhe ishim para përgatitur për 2 ditë. Por, po ta shohësh, pavarësisht se mazhoranca ka 83 deputet, në listën që këshin paraqitur, ishin vetëm 20 veta bashkë me ministrat. Pra, që do thotë që ka jo vetëm 83 deputet, po kishte edhe ca ministra që nuk janë deputet. Pra, që do thotë që në vend që t'ishte me 83 plus 10 apo 15 tjerë 10 veta, pra që do thotë që ishte paramenduar për të gjetur një instrument për të mos qenë objekt debati, sepse që nga 11 maj dhe deri më sot, opozita nuk e ka patur mundësin, po themi, për të denoncuar zgjedhjet dhe nuk e ka patur mundësin për të bërë qoftë një debat normal. Kështu që ishte e pa përgatitur dhe ju besoj që e keni ndjekur që nxori diellën, diella jo vetëm që është virtuale, por edhe nëse do të kishte qenë jo virtuale, nuk mundet që kryeministrit jap fjalën një personi tjetër. Është kryetari i parlamentit ai që ka të drejtën e dhënies fjalës. Së dyti, gjatë debatit që ne bëm, mori fjalën për procedurë kryetari i grupit Partisë Socialiste. Dhe ndërkohë kërkoi edhe kryetari i grupit Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, dhe ju tha që me qenë se kryeministri sapo mbaroi balla, tha që do ta mbyllim dhe e mbyllën, sepse edhe kishte deklaruar që do të zgjas vetëm sa zgjat votimi. Atëherë kryetari i parlamentit ju drejtu zotit Bardhi dhe i tha, sa po të fillojmë, pas 5 minutash do të jap të drejtën e fjalës. Dhe filluam, jo vetëm që nuk ju dha, por në mënyrë automatike, pa ju dhënë, po themi, e drejta edhe si kryetar i Partisë Demokratike, i grupit parlamentar, por dhe i opozitës, por u kalua direkt në votim. Dhe pra kemi një skenar. Kemi një skenar. Normale qellohet kryeministri me bidon edhe me ato letra kushtetuta që ishin ato rregullore? Spari njerë duhet merrim me fenomenin. Pra me shkakun. Jo, dakord. A justifikohet pasaj? Jo, nuk besoj, ka dhe veprime tjera që kanë bërë ndaj kryeministrave. Nuk është argument ajo. Argument është kjo. Jo, unë e them këtë edhe kur kryeministri ishte Sali Berisha, nuk e them vetëm për zotin. Ndaj kujdo, unë thash më gjërë dhe në gjithë botën. Por ajo çfarë unë po them është që nëse ti zhvillon një ndeshje futbolli dhe një lojtar mund t'i thyejë edhe këmbën dikujt tjetër dhe nuk ndërpritet ndeshja, ose ndërpritet ndeshja dhe rifillon më vonë, ose shtyhet për të bërë praç minutat sa ka ngelur. Jo të shkosh ti për të shpalosur, po themi, platformën qeverise për 4 vite dhe të votbesosh qeverinë dhe ta mbyllësh, kjo është e pamoralshme. Nëse ne nuk donim, po themi, atëherë ne nuk na jepte fjalën, vazhdote. Asnjë sot në Shqipëri nuk i njohin se kush janë ministrat. As unë, po jam i sigurt dhe të Partisë Socialiste akoma nuk ja din emrat ministrave. Dhe ndërkohë ta kalosh pa debat, po themi, qeverinë, vetëm në Shqipëri ka ndodhur. A mund të zhbëhet kjo? Ka mekanizëm ligjor? Ne e kemi dërguar në gjykatë kushtetuese. Shpresojmë që gjykata kushtetuese të veprojë. Ndërkohë kemi kërkuar po prap mocion me debat për kryetarin e parlamentit, sepse kryetari i parlamentit për herë parë ose për aq sa kam qenë unë aty bëhet thjesht një kukull, çfarë i thot kryeministri për të vepruar dhe e mbyll, dhe do të përdorim çdo lloj instrumenti dhe një herë
për të rikthyer debatin në parlament, pavarësisht dhe njëherë që nuk e kemi të pamundur për ta kthyer për shkak të votave që ne kemi, apo për shkak të përdorimit të sistemit drejtësisë nga kjo qeveri. Kemi disa foto t'i komentojmë. Foto e parë, lutem. Është një foto shumë interesante e kohës tuaj kur keni qenë student në Institutin Bujqësor në Kamës. Këtu jeni 1990, mos gaboj? Po, Tani, kam një pyetje të tillë, zoti Mzeu. Flitet për lëvizjen studentore që dhe perceptimi është që vetëm në qytetin student, por pak veta e din që lëvizja studentore ishte edhe në Institutin e Lartë Bujqësor në Kamës, por edhe në institute të tjera, në ato të fizikulturës Vojo Kushi, në shkollat ushtarake, se parasysh se ka konotacion se ishte vetëm qytet studenti, edhe në shkollat e mesme madje. Tani, mund të tregoj diçka e asaj periudhe besoj është. Po, çfarë ndodhi në Spari do të bëj një koment që unë kam shkuar në shkollën e lartë 4 vite me vonesë, pavarësisht se kam patur notën mesatare 9.9 në 4 vite. E kam bërë në zonën time, në Dibër, në Req. Në Req. Po. Gjimnaz apo bujqësore? Jo, ishte bujqësor ose përgjithshme, quaj. E përgjithshme është gjimnaz, nëse ishte bujqësor? Jo, bujqësor. Dhe ndërkohë nuk kam shkuar në arsimin e lartë për 4 vite, madje kam shkuar dhe ushtar. Atë ke qenë ushtar? Po, sepse isha nip i kulakut. Dhe ndërkohë hala ime ose motra babait ishte po prap e martuar në një familje të deklasuar. Këto ishin dy argumente. Për kë? Gjyshi? Po, gjyshi ose babai në nësime ka qenë kulak. Si quaj? Mustafa Andreu. Dhe kulak do të thonë që kishte pasur prona, ishte hequr triska frontit për shkak pronës, po çfarë prone mund të kishte në Zaldat ku e kam patur unë? Në Zaldat, në nëna, nga mamaja. Po ai u dënua, u arrestua, pati pasojë apo thjesht vetëm që u cilësua kulak? Po të rish kulak. E kishe marrë. Dhe këtu tani, këtu jemi me studentët dhe çfarë do të thotë që kam qenë opozitar i atij sistemi dhe ndërkohë do një akt që ishte opozitar i atij sistemi? Në shkolla atje ishte jo, nuk kam bërë ndonjë akt, po të paktën kishim atë mlefin e brendshëm dhe absolutisht që kam qenë aktor kryesor dhe du të them që Instituti i Lartë Bujqësor i Kamzës ka qenë promotori i protestës dhe edhe në revolt po të shohësh kam ato flokët e gjata si që kishin shumica, po themi, në atë kohë. Po ti këtu në ngjaje, ti kishe një model këta çunat e Tiranës, por në qytet këte apo në një grup muzikor, në një këngëtar, në një kështu? Po jo, më ishte thjesht ai trendi i kohës. Tani, në cilin vit filluat institutin? Unë kam filluar në 89-ën, kam mbaruar në 93. 93. Këtu jeni me të kursit. Këtu është grupi, një pjesë e grupit. Po vetëm vajza, mes vajzave këtu ngjan si star, si rockstar ngjan aty. Kjo është një ndër fotot. Tani, sa për djeni, në krah djathtë është bashkëshortja ime. Pra këtë na the. Këtë na the. Do të thonë ajo aty studente, me atë e martuar. Po. Je dashuruar aty? E ke pasur kurs? Nga është bashkëshortja? Nga Korça. Nga Korça. Sa zjuar i malsorët i merrni nuset këtej nga jugu i merrni. Ç'a jeni ju? Shqipëria e vogël është. E vogël është po. Tani, më trego diçka, ç'a ndodhi në atë lëvizjen aty se besoj për parë bëhet kjo pyetje që gjithë thonë qytet studenti. Në fakt ishte edhe ky qyteti këtej studenti në Kamës. Në fakt Instituti i Lartë Bujqësor i Kamzës është kampusi më i kompletuar në Shqipëri edhe sot, sepse i ka edhe godinat arsimore dhe konviktet, ka dhe terrene sportive, ka dhe hapësira. Pra ka bashkë si kampus. Është kampusi më i mirë edhe sot ngelet në Shqipëri. Ndërkohë kishte më shumë se sa 6.000 student. 6.000 kishte atë? 10.000 kishte? Kanë qenë 6.000-6.500 student dhe absolutisht kemi qenë promotori i reagimit, përsekutoheshin një farë mënyrë se na fikshin dritat, na krijonin probleme të tjera. Ti patën një pasojë? Dhe jo, nuk patëm pasojë, por ama... Po me kë e nise, me kë
mos më thoj që fute dhe të fijuarën e fute në këto, e angazhove besoj. Si quhet të fijuara ju? Gruaja juaj, domethënë fijuarën? Vjosa. Me kë e filluat atë lëvizjen, sepse më kujtojnë që kishte disa emra që spikanë pastaj u bën persona publik. Kanë qenë disa persona të cilët ishin, po themi ato, për shembull ishte Bislim Ahmeti, ishte Osman Stafa, ishte... Jo, kjo Osman Stafa. Jo, Osmani i Durrësit. Po, që u bë deputet. Jo gazetari, po. Ishin disa eksponentë edhe sipas... Tani, gjithçka vazhdoi aty apo ju i bashkuat qytetit student? Normalisht betejë bëhej aty, por kur kishte po themi raste që organizoheshin në Tiranë, pavarësisht niseshim edhe në Këmbë. Tani po e them kështu, domethënë ti ishe Azem Majdari i Institutit të Këmbës. Ja, nuk mund të them, por ka qenë një ndër ato. Një ndër. Çfarë arritët juve? Besoj që e konsiderojmë veten si kontributor të rrëzimit të sistemit. Tani ato xhinset ku i ke gjetur në atë kohë atëherë, mos atëherë gjejmë pal xhinse ishte kështu më. Po, e ato me ato kaposh flori. Kujtoj atë sa kishin filluar, sa kishte filluar ai ndryshime dhe i sillnin xhinset dhe i shisnin tek studentët. Vishin kështu në mënyrë të organizuar i sillnin te studentët dhe kam patur po prap. Ju mbaruat Institutin Bujqësor në Kamës dhe u diplomuat. Pastaj ku filluat punë për të parë? Unë sapo mbarova universitetin në Kamës, që kam mbaruar me notë mesatare 9.5, 4 viteve. Po? Kam filluar punë po aty në universitet 6 muaj. A, ke qenë aty asistent pedagog? Jo, kam qenë tek financa, kurse pedagog jam që nga viti 2007 dhe në vazhdim. Aty? Çfarë lëndë jep? Jap 2 landë, analizë financiare dhe auditimi. Po ju, për çfarë jeni diplomuar? Unë jam diplomuar për ekonomi. Ekonomi agrare? Po, ekonomi agrare. Po pasaj ju filluat punën në mos gaboj keni qenë drejtori i ujësjellësit. Kam vazhduar, pastaj kam qenë drejtori i ujësjellësit në vitin 2005. Kam marrë intervistë atëherë. Po? Ka qenë vërtet një revolucion që Sa vjet ke kam dhënë gati 2 vite sa. 2 vite sa. Pse revolucion? Çfarë bët ju? Tirana edhe sot s'ka ujë. Si ndërmarrje kam bërë revolucion sepse mbaj mend kishte diku ke rreth 1500 veta, ula numrin e fuqisë punëtore dhe ndërkohë rrita pothuajse gati 2 fish pagën e tyre. Ndjeshëm humbja në rrjet dhe ndërkohë u rrit po themi ajo koha e furnizimit me ujë. Besoj që është përdorur si një pikë kthese e këtij shërbimi për qytetarët e Tiranës. Tani, kjo është një foto e vitit 1969 e Kamzës, nga lart. Po. Kështu ishte Kamza. Bosh. Kamza ka qenë një ndërmarrje bujqësore? Jo. Ndërmarrje bujqësore. Po. Dhe nuk ishte kooperative. Dhe nuk po. Ka qenë çiftlik i Refik Totani. Po. Dhe ka patur 2 produkte. Produkten bujqësor të frutikulturës dhe ndërkohë ka patur dhe blegtorin, ka patur disa pika që furnizonin, po themi, dhe udhëheqjen, siç ka qenë qendrat bathorës tek Gjashta, apo ka qenë diku tjetër. Si ishte kjo se di këtë? Ka patur ferma blegtorale. Po, që furnizonte direkt bllokun? Furnizonte bllokun. Me mish, me qumësh, me gjitha produktet? Me produkte. Dhe ishte vetë aty në Kamës? Po. Do të pas keni furnizuar në Veroçën? E kanë... Ata. është përdor, po themi, si mbështetje prapavi. Tani, nga 1969, foto tjetër, dhe dua tani një koment nga Xhelal Mziu. Tani kjo është 1900, kjo është 2025. Kjo është e gjithë zona. Shihet qartë dhe njëherë ndryshimi që ka ndodhur në këtë zonë, sepse jo më kot lindi, po themi, dhe ajo bathorja si një instrument i informalitetit. Unë duhet të them këtë që kam patur fatin që t'jem kontributori... Jo, do t'a pyes për bashkinë, po një sekund. Tani, a ishte sot, në 2025, si e shikon ti, a ishte normale që të ardhurit nga Veriu, se nuk shive dhe nga Veriu, atu ka pasur nga Skraparin, të vini të zënin, vëni
dru aty dhe kjo është toka ime. Duhet të sqaroj që shumica kësaj tokës, që është këtu në Kamz dhe në Bathore, është shpërndarë me 7.500 nishin, dhe çdo person që ka ardhur, pothuajse 90% i kanë blerë atyre. E kanë blerë. Po ka qenë përdorim? Po, ama ka qenë, ja kanë blerë ati që ka patur, që nësi kanë përdorim, e ka patur, apo e ka patur me hipotek. Ti e shetë sot tokin që kemë përdorim dhe nuk e pranon? Edhe njëherë, unë po merrem, edhe sot ti ke toka në mes Tiranës që i ke pa letër, ose nuk e ke me hipotek. Po jo, edhe njëherë, kanë qenë toka të shpërndara me 7.500 një. Pra kanë qenë toka në përdorim. Po pra në përdorim. Por ama që kishte një të zotë. Dhe mbi bazën e këtij dokumenti janë blerë. Pra çfarë duhet të them? A zon toka aty? Pra 90% e sipërfaqes është blerë. Por di të them edhe këtë që edhe në ato toka që nuk është blerë, po themi që nuk ka patur letra, është paguar nga dikush, pra person që e ka patur tokë të gjyshit apo tokë tjetër. Jo, po ti paguan një që s'ka letra. Po dhe sot paguat. Po gabime është ajo. Po ajo nuk është normale se shteti ndi do vjet. Unë po them që tani a ishte një politikë kjo e Sali Berishës që hajdeni ju nga veriu, zaptoni dhe hajdeni dhe rrethoni Tiranën? Jo, unë di të them këtu që këtu ti tregoj edhe nga afër që kam lagje pafund nga Gramsh. Mund t'i tregoj lagjet pafundme që janë nga Gramshi. Po thashun nga Skrapari ka plot. Po nga Skrapari madje është komuniteti pas Tiranës më i madh para viteve 90 në Kamz. Që ka patur... Jo flas kanë ardhur dhe mas 90-s. Jo, që kanë pasur që për para viteve 90, por edhe pas 90-s. Kanë nga Korça, nga Skrapari. Që para viteve 90. Po Skrapari kanë pasur se ka qenë miniera, ishte afër me Tirana dhe pothuajse gjysma e pallateve të Kamzës ka qenë nga Skrapari dhe nga Mati. Tani, po mundet na tregosh që gjithë hartën e kësaj, ku janë këto, se shumë pak veta e kuptojnë tani këtë. Ai është liçeni i? Po ta shohësh. Po. Ajo është Bulevardi i Ri? Ai atje është Bulevardi i Ri? Ky është Unaza. Është Unaza, po. Po ai liçeni? Ky është liçeni i Paskuqanit. Ai ishte liçeni i Paskuqanit, po. Kjo është rruga që shkon nga Universiteti Bujqësor, ja po të shohësh këtu është Universiteti Bujqësor, rruga që shkon për Shkodër, Tirana ndej Shkodra këtej. Tirana është po jo, po flas rruga Tiranë-Shkodër, po. Dhe ndërkohë qendra e Kamzës ku është aty? Qendra e Kamzës është kjo pjesa. Pjesa aty. Po. Po ta shohësh, kjo është rruga edhe një herë që shkon për Zallher, rruga që shkon për Shkodër. Bathoria? Po. Bathoria është kjo pjesa këtu. Po. Tani, nga ajo pjesë e parë deri më sot, ti për çfarë je krenar, zoti Mziu, si kryetar bashkie ke ndëtur 12 vjet? Po. I zgjedhur 4 herë. Rekordmenje. Më zoti. Do ta kisha mbajtur edhe më shumë. Po u tërhoqëm. Çu tërhoqëm? Unë prisja atëherë Xhelal Mziu thotë jo basha, nuk të riqem. Tani për çfarë je krenar që ke bërë në Kamz? Ajo çfarë kam patur mundësinë për të bërë në Kamz është infrastruktura. Dhe nëse do të shkosh në Kamz, do të shohësh që infrastruktura që ka sot Kamza absolutisht konkuron edhe qytetin e Tiranës. Nuk ka asnjë rrugë që është bërë nga ana ime që nuk shkon zjarrfiksja tek një objekt. Në dallim, po ta shohësh, po themi disa nga lagjet e Tiranës, është e pamundur, janë rrugë një kalimshe. Pra, infrastruktura... Si u arrit kjo, se ata në fillim i vonë, secili bëri shtëpi sipas asaj që donte vetë. Si u arrit kjo? Për mua ka patur disa arsye që u arrit kjo lloj situate. Spari duhet të themi që e ka favorizuar duke qenë një tokë bujqësore me kanale vadice dhe pulluse, dhe që është ndarë në vija drejta, dhe po ta shohësh, janë disa rrugë që janë në Kamz, të duket sikur janë në Manhattan, që mjafton edhe ti vendosësh... E krahasove Kamzën me Manhattan? Po pra, ti vendosësh edhe me numra. Pra, ke rrugë paralele
në dallim nga pra e ka favorizuar terreni, i shesh që është, por edhe duke qenë një tokë me parcela bujqësore, që i kishte, po themi, pingull rrugët, apo në mënyrë simetrike po si vure me numrat i po i vure me emra, që se bërë si të banata? Po, nuk e lejon legislacioni shqiptar, po të vendosur me numra, du të vendosësh emër. Ti ke vendosur emra të çuditshëm atje? Ka vendosur emra që realisht asnjë nga ato emra nuk mund të hidhet poshtë sot. Është ndryshon në një, është hequr në një emër atje? Jo, nuk ka hequr, sepse nuk gjen dot një argument për të hequr një emër, sepse kam përdorur, ditë them, nuk ishte asnjë emër rrugë, ka patur 505 rrugë si fillim, pastaj kanë shkuar gati në 1000 rrugë, po kur bë emërtesa pa në vitin 2009, që ne kemi bërë, kanë qenë 505 rrugë dhe ditë them këte që jam drejtuar Akademisë së Shkencave atëherë, i vetmi institucion që jam drejtuar Akademisë së Shkencave, për t'i thënë që më jep disa emra që mund t'i vendosur dhe kam dhe korrespondencën akoma dhe sot. Po pse nuk e ke vendosur vetë ato, ti ka thënë Akademia e Shkencave? Të paktën rreth 80 emra i kam vendosur, i kam marrë nga Akademia e Shkencave, apo të tjerë emra që kam simbolizuar, për shembull në Kams ka emrin çdo qytet në Shqipëri. Në Kams ke emrin e pothuajse shumicës ish komunave, pra ka emrin e komunës nga Gjirokastra, nga Prometi, nga Saranda, në një mënyrë duke parë dhe përbërjen heterogjene të këtij qyteti, kemi tentuar që të ketë një përfaqësim, po një Shqipëri e vogël. Pra, kemi përdorur emra... Po pse ke dhe rruga Skrapari aty? Absolutisht, jo vetëm Skrapari, kemi edhe të disa komunave. Të Skrapari? Po, absolutisht. Çfarë komune, për shembull, më fëmijë? Kemi Poliçanin, kemi... Nuk më kujtohet për momentin, po absolutisht që çdo rreth është e përfaqësuar. Cila është puna më mirë që ti mendon? Kemi Tomorrin, kemi... I keni rruga Tomorri, sa bëj. Cila është puna, vepra më e mirë që ti ke lënë aty dhe je krenar, sa herë shikon thotë te kam bërë vetë. Ta thash edhe pak më përpara, është infrastruktura rrugore. Kjo është, vetëm rrugë. Së dyti është ndërtimi i shkollave që kam ndërtuar. Sa shkolla ndërtuar? 31 apo 32 shkolla kam ndërtuar. 9 vjeçare të gjitha? 9 vjeçare dhe të mesme, nga të cilat 6 i kam marrë nga Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian dhe pjesa tjetër nga qeveria apo nga fondet e bashkisë. Dhe ndërkohë është rrjeti i ujësjeci që e kam përfituar me Bankën Botërore dhe nga financimi i qeverisë gjermane dhe asaj të Zvicrës. A është Kamza një model i mirë, sepse zoti Berisha e ka quajtur model i mirë. Zoti Rama thotë është model i më i keq. Nuk e di se si mund të quhet model i keq. Zoti Rama ka thënë. Sepse unë mbaj mend kudo që kam shkuar në zona që ka ndodhur tranzicioni, janë ndërtuar zona të tjera, informale, apo qoftë dhe formale, normalisht do të kishte qenë e udhës që qeveria të kishte patur mundësinë e orientimit të ndërtimeve, pra duke funksionuar, po unë di të them që edhe sot e ka të vështirë një qeveri që të krijoj një strukturë, po themi, ligjore, që dikush të ndërtoj shtëpi, sepse edhe dikush që ka një tokë në mes Tiranës apo dhe në mes të Kamzës, ka një burokraci të pafundme për shkuar tek ndërtimi. Kështu që në këto kushte, absolutisht personat që kanë ardhur kanë përdorur, po themi, informalitetin për të gjetur një stre dhe për të qenë pranë kryeqytetit. Tani kishe një model që unë do ta bëj Kamzën si ky model ose si ky kryetar bashkie? Kam qenë një aktor shumë i rëndësishëm i marrëdhënieve ndërkombëtare, madje kemi patur binjakëzime me disa bashki, duke përdorur që nga shteti i Italisë, apo i Zvicrës, apo i Austrisë, apo i Gjermanisë e tjetër, dhe kemi patur, po themi, konsulta të jashtëzakonshme, kemi përdorur, po themi, aktor tjerë në Shqipëri,
siç ka qenë, po themi, Banka Botërore që ka bërë fizibilitetin e kësaj zone, apo ka qenë, po themi, Universiteti Polis që po prap kishte në këtë drejtim informacione mjaftueshme, ka qenë Koplani, po prap një tjetër, pra nuk është se është gjendur në një situatë anomalie, po ka patur struktura kombëtare dhe ndërkombëtare të cilët kanë luajtur rol për ta formalizuar dhe për t'i paraprirë. Dhe sot po prap mund të them që Këmbza është zona që t'jep mundësinë e një modernizimi apo një strukture bashkohore edhe për shkak standardeve që janë përdorur në Okej, si punor Akip Suli, se ti besoj të qana ajo që si e le atë garë atëre, të vjen kështu, a? Normalisht nuk më vjen mirë që nuk e drejtoj Bashkinë e Këmbzës, sepse nuk hika nga gara, po hika nga subjekti politik. Ditë them që në Këmbza, në vitin 2019 ka qenë një kulmin e zhvillimit të saj. Ajo se çfarë ka ndodhur nga momenti që kam ikur unë, ka patur disa indikatorë të cilët kanë ndikuar, po themi, pozitivisht për këtë qytet. E vlerëson do. Kush kanë qenë ato? Ka qenë momenti i tërmetit, i cili i morën disa fonde për të ndërtuar. Ka qenë zhvillimi urban ose i ndërtimit pallateve, të cilët sot tardat që krijohen në një vit buxhetor në këto 6 vitet e fundit janë sa gjysma e periudhës që kam qenë unë. Pra, tardat që ka sot bashkia janë 10 herë më shumë se sa në kohën që isha unë, për shkak taksës së infrastrukturës që ka kjo zonë. Dhe ndërkohë jam absolutisht i zhgënjur, sepse nëse unë do të kisha patur këto tardra, absolutisht që nuk do të kishte patur vetëm këtë infrastrukturë, po do të kishte patur shumë herë më shumë. Ditë them një fakt për treguar se sa ndryshe është orientuar përdorimi i paras në Këmbzë. Në kohën që unë isha bashkë me ujësjesin, pastrim gjelbërimin dhe çdo strukturë tjetër bashkiake, kisha vetëm 376 veta të punësuar, sot ke 3000 veta. Pra ke 9 herë më shumë se sa atëherë. Pra parat e taks paguesve të Këmbzës nuk shkojnë për rrugë, nuk shkojnë për ujësjes, nuk shkojnë për shkolla apo për infrastrukturë tjetër të munguar, po shkojnë për patronazhista dhe kjo është shumë e dhimbshme për qytetarët e Jo, e di që më bë përshtypje ndeshjet një ekip basketbolli që është i Tiranës, i luan në një sallë shumë të mirë, nga më të mira që ka, po themi, Shqipëria. Prefektura e Tiranës, nuk e di më tej, i luan Këmbzë, ikin nga Tirana, i ekipi shkon i bën ndeshjet atje në një shkollë. Me që dolet te kjo pjesë, mund të them që ne kemi patur palestrën e ndërtuar nga me fondet e bashkisë, se kemi patur ekipin e basketbollit, po, tek shkolla Ali Coka ka qenë në Bathore, që e kena bërë, ka ndesh ca shkolla tjera, po ajo kjo ishte me standardet ndërkombëtare, dhe kemi patur ekipin e basketbollit kampion. Po tani si është ekipi basketboll? Tani nuk është në elitën e basketbollit. Dhe ndërkohë, me që dole të kjo pjesë, kemi patur 3 fusha futbolli, kemi patur fushën e futbollit në qendër të Këmbzës dhe ekipin e Këmbzës që ka një historik rreth 90 vjeçar, dhe sot nuk ekziston ekipi i Këmbzës. Madje aty tek fusha e futbollit në qendër të Këmbzës që do bëhet, kemi po ndërtohet bashkia, pra është hequr bashkia nga aty që është dhe do ndërtohet në mes të stadiumit. Ndërkohë kemi patur një fushë tjetër futbolli në Valias dhe që po prap ka ndërtuar shkollën dhe jo aty ku ishte shkolla, po e ka hequr aty ku ishte. E ke thënë për Akip Sulin? Po. Tani e ke takuar ndonjëherë Akip Sulin gjatë kësaj kohe ose të ka takuar ai ty? Jo. Po pse? S'ka thënë jo, o Xhelal, më jep një mendim?
Qa me ndonë për këtë? Di vetëm këte që ka dërguar një 5 dosje në SPAK dhe në prokurori. Për juve? Dhe që nuk kanë patur asnjë lloj argumenti për tu shqirtuar. Të ka thirrur SPAK-u, ne e dim këtë. Po, patjetër. Dhe si po ecën ato dosjet? Janë absolutisht të mbylluar sepse s'ka asnjë lloj argumenti. Foto tjetër? Këtu jemi mbathorë, besoj. Kjo është fiks në vitet 91, 93 është këtu. Po. Këtu jemi mbathorë. Po. Dajti? Vargmali. Po, këtu përballë. Kështu nisi, po, këtu përballë është Universiteti Bujqësor. Tani kështu nisi me kasole. Po. Ua! Kjo është foto e shekullit. Po, besoj që ajo që ti fole tani 15 minuta nisi kështu, me këto kasole. Kjo ka qenë. Erdhën nga ishin të parë që erdhën. Po thuajse nga Veriu ka qenë kryesisht në fillim. Dibra? Që gjitha njëherë pothuajse kanë ardhur. Dhe ndërkohë po prap sipas personave që ishin aty, tërheqin pastaj edhe të tjerë. Po ta shohësh. Po të shohësh ka lagje të pastra nga Elbasani, nga Korça. Gjithë lagja, gjithë fshati aty vinin aty bënin një lagje. Kush ta ardhur i parë dhe pastaj fillon të tërheqte të tjerë. Këtu ku jemi? Di gjë këtu kjo se kjo është foto historike. Këtu jemi këtu është Universiteti Bujqësor, po ta shohësh. Diku këtu është rruga që shkon për Kams dhe këtu është Universiteti Bujqësor. Aty pastaj te kjo kodër, sot çka ka sot? Është e gjitha me shtëpia. Me shtëpia. Këto kasole domethënë, pastaj ndroheshin shtëpi. Absolutisht që Wow. Kjo situatë ka zgjatur diku 4-5 vite në vitet 96 dhe në vazhdim ka qenë ndërtime absolutisht me tulla me po në fillim kështu nisi me kasole. Po. Kjo ka qenë situatë. Do të vinë ata rrinë aty në kasole ose vinte familjari rrinte aty dhe fillonte pa i vinte atë tabelën kështu toket xanu? Ja, shumica këtyre janë të blera. Janë të blera me 7501. Janë të blera nga ajo me 7501. Po. Ua, çe historie kjo. Më duket si ato të filmave amerikan, kështu ato historia e Amerikës që zinin tokat edhe pastaj kjo shehni. Foto tjetër. Sot, kjo është pamja. Po. E asaj që ne pam pak më përpara, po ta shohësh. Ajo që ishte më përpara, kjo është. Të lutem regjia edhe njëra të përpara? Tani, të lutem regjia, do të Vargmali, po, unë pandaj kam thënë, të lutem tjetrën pasardhësit? Kjo është dërguar kështu. Po. Tani ditë them edhe këtë tjetër. Po. Se sapo ka filluar pak më këtej, ka filluar ndërtimi i pallateve. Nëse do ta shohim ndoshta pas 3-4 vitesh, tani këto shtëpi do të jenë pallate. Je i sigurt për këtë? Siç po shkon trendi. Këto janë vila, këto janë 3 kaçe, 4 kaçe. Unë uroj që të mos jenë, të mos ndryshoj, ngelet shumë, por ndoshta shumë shpejt do të kthehen në pallat. Tani, jemi vitin 2025, nëse e kthejmë mbrapa atë rrotën e historisë. Kështu do dohet ti ta kishe dorë të bësh? Jo, absolutisht. Po ta shohësh në fakt zona që është bërë tani është pjesë kodrinore dhe nuk e favorizon dhe kjo është zona më e çrregullt në aspektin e infrastrukturës në dallim nga pjesa tjetër sepse e theksuam pak më përpara që duke qenë tokë sheshtë dhe duke qenë me këto kanalet Kullusa dhe Vadice që ishin paralele dhe pingule e lejonte po themi për të patur një harmonizim të ndërtimeve dhe kurse kjo është kaotike. Kurse këtu është kaotike duke ju përshtatur dhe terrenit dhe duke ju përgjigjur pyetjes suaj, absolutisht nëse do ta kisha në dorë, do të kisha ndikuar për të qenë në një format totalisht ndryshëm. Nuk ishte mundësi atëherë Sali Berisha për ndërhyrë? Ditë them këtë që shumica rrugëve të ndërtuara ja kanë dhënë mundësinë përveç kësaj pjese që të ruhen, po themi, standardet. Kujtoj në vitin kur ishte Aleksandr Meksi, kur ishte kryeministër, ka tentuar për të ardhur dhe madje ka ardhur me polici etj.
por jo vetë Meksik, po ishte kryeministri, po kanë ardhur për të bërë prishje, po nuk arritën që ta bënë prishje, por ndoshta do të ishte momenti. Nuk e di këtë, ka shkuar policia në po, për cilin vit? Ka qenë diku nga para vitit 96, 95. 95, vajti policia për t'i prishur nuk e prishur dot. Për t'i prishur nuk e prishur dot, po mbase do të kishte qenë momenti, po themi që të paktën të përdoreshin persona të cilët kishin lidhje me urbanizimin, që t'i orientonin që edhe nëse nuk do t'i bënin, po themi me dokumenta, të vendosin disa standarde se si mund t'ishin të barazlarguara. Foto tjetër? Kjo është qeveria që ti e ke shumë për zemër, unë e di. Pyetja ime është, çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Kryeministri Edi Rama është kryeministër dhe ministër. Jo, kryeministër, nuk është ministër. Ishte ministri jashtë, jo, flas tenton për t'i bërë që gjitha vetë. Pra Berisha nuk i bënte vetë? Jo, si ky nuk besoj që ka ndonjë të dytë diku tjetër, kështu që unë i konsideroj pothuajse që të gjithë prej tyre thjesht kukulla, sepse është kryeministri ai çfarë vendos në secilin nga sektorët. Po mirë, ju e pasin të lehtë, ose rrëzoheni. Po atë po tentojmë dhe ne që të rrëzohemi, po është kaq e lehtë. Rrëzohemi. Foto tjetër. S'po bëj pyetje fare. Në fakt, kur kam qenë student vitet 90, u mbajt atëherë një takim me intelektualet me Ramiz Alin dhe kishim disa nga ato pedagogët dhe për herë të parë kemi dëgjuar emrin e Sali Berishës që në të Fernandën, po themi. Dhe u bë një emër ndoshta dhe më shumë se sa persona tjerë, si që ishte Ismail Kadareja e tjetër, pra që në atë takim është dëgjuar zëri i tij. Unë besoj që ngelet një figurë jo vetëm e PD-s, por edhe për te PD-s që ka një kontribut të jashtëzakonshëm në këto 35 vite demokraci, dhe nuk besoj që ka një person të dytë i cili çdo fjalë që thot ose për çdo gjë që bën është i mirë përgatitur, është vërtet kontrolues. Jo, këto i nderuar Xhelali, në çdo fushë që mund të komunikosh apo mund të... Jo, nuk vjen diskutim këto. Ai ka një bilanc dhe e ka bërë epokën e vet. Dhe kjo, ata që nuk e thon këtë, do mohojnë këtë, kanë një problem me zotin Berisha. Por a është normale, zotin Mziu, që në këtë moshë, me këtë epokë që ka bërë, përsëri të jetë ai dominuesi, nuk ka Parti Demokratike, djem dhe vajza, burra dhe gra, që të vazhdojnë atje ku la Berisha, se Basha e nderiti, themin e nga toskëria, ku ti ke gjysmën tënde. Tani, ai dojgji një brez politikanës, ai nuk dojgji PD-n, ai dojgji një brez politikanës. Tani, nuk ka PD-ja, se tani me një 81 vjeçar, themi ne, 4 vitet e ardhshme, do vi PD-ja në pushtet, ai ishte 86, ka një problem. Do të them që Sali Berisha e ka kryer atë aktin e një leadershipi në vitin 2013, duke dhënë ndërheqjen, dhe ndërkohë duke drejtuar parti një person tjetër, siç ishte Basha, dhe ishte një kthim i sforcuar, po themi, i zotit Berisha. Nuk është se u kthye Berisha se ju kujtua se duhet të rikthehen, sepse e theksoj edhe njerë, nëse ka një person që është i pakonkurrueshëm në atë pjesë ngelet Berisha, u rikthye sepse PD-ja po linte shumë nga pjesa saj, dhe sot ne po vuajmë braktisjen e parlamentit në vitin 2019, braktisjen e bashkive në vitin 2019. Nuk besoj që unë jam
person që kam qenë shumë afër Bashës dhe shumë afër Berishës dhe në atë periudhë, influenca e Bashës ishte e jashtëzakonshme dhe absolutisht pesha dhe përgjegjësia bjen gjithmonë tek kryetari. Kështu që për ta mbyllur, do të them që në këto momente është një person i cili i duhet PD-s, sepse për ndryshe do të na kthente në një kacafitje të brendshme, nëse do ta quajmë, për të kapur rolin e kryetarit. Kështu që absolutisht do të gjendet momenti për të krijuar një strukturë apo për të patur një leadership. Tani Berisha thot nuk iki, statuti dhe Neni Basha thot duhet iki? Absolutisht doktor Berisha do ta gjejë momentin për të ikur dhe për të lanë një PD që t'jetë aftë për ta mundur e dirama. Po thua një gjë të rrallë, të veçantë, do iki thua, kështu e ke mendimin? Po, shpresojmë që sa më shpejt të argëzojmë këtë kryeministër. A tha se sa më shpejt të rrëzojmë Sali Berishën? Sali Berisha... Ka marrë mallin qik për Bashën, të vajti mendja. Absolutisht. Ku është Basha? Nuk, ndoshta mund të jetë një person që sot nuk e mendoj fare, për atë se çfarë ka ndodhur Partisë Demokratike. Jo, më bukur e thash vetë, se the ti. Ka djegur një brez. Po, është e vërtet. Politikanësh. Është e vërtet. Ai nuk ka dëmtuar PD-n, po ai ka djegur një brez politikanësh në Shqipëri. Unë ta thash më mirë para se unë bëj pyetje këtu. Dhe në një farë mënyrë ka shërbyer dhe si indikator i braktisjes Shqipërisë, sepse njerëzit kur ngelen pastaj pa shpresë gjejnë. Dhe kjo është më fort. Bravo Xhelal. Dhe kjo është më fort. Foto tjetër? Mos ja bëj kemi. Tani ti ke qenë vetë kryetar bashkie, ti ishe kryetari i parë i Kamzës? Apo jo, ka pas. Ka qenë si bashki është bërë në vitin 1996. Është kthyer në bashki, se ishte komunë. Ka qenë Rushdi Keqi. Rushdi Keqi, do të thonë ka qenë komunë përpara. Po, u kthyer në bashki. Rushdi Keqi pastaj ishit ju. Jo, ishte Frangjini, pastaj ka ardha Gimcani. Ka qenë edhe Gimcani. Dhe pastaj unë kam marrë në vitin 2007. 2007, nga 96 ti 2007-2019. Po pra, 96-2000 ka qenë Rushdi Keqi, pastaj ka qenë Frangjini. Po 3 vjet. 3 vjet, pastaj ka qenë Gimcani 3 vite, po prapë se ka qenë 2 herë nga 3 vite. Dhe pastaj u bërë me 4 vite. Jo, njërë 2000-2003, pastaj ka qenë. Jo, Rama 2003-2007. Po pra, po, nga tetori 2003-shit janë bërë zgjedhjet pastaj në shkurt të 2007-s, nëse të kujtoj. Dhe zgjedhjet duhet bëshin ushtyrën pak zgjedhjet. Pra, mandati ishte 3 vjeçar, pavarësisht u zgjat pak. Dhe pastaj u kthyen nga 3. Formalisht quhet 3, po bë. Në 2007 u bë me kushtetut që do të jetë 4. Tani, mendimi juaj, nga kush e ka këtë që ndodhi Eri Veli? Ky nuk besoj që nuk e ka mësuar, nuk e ka as nga korrupsioni që ka bërë, as nga asgjë tjetër, e ka vetëm nga kryeministri që ne kemi sot. Po pse? Po ta shohësh atë që thot do ta varë një ditë sepse është grup armiqësor i Partisë Socialiste. Kështu që edhe po të shohësh një deklaratë tjetër që thot Velia se si ka mundësi në sytë e kryeministrit, po themi që të vjedh dhe kryeministri nuk e sheh, dhe absolutisht jam i sigurt që ka qenë kryeministri. Do t'ju jap një sekuencë nëse mundem. Patjetër. Kujtoj kur ka ardhur Blinken në inaugurimin e piramidës dhe në një takim që ka bërë me Ramën i ka kërkuar që do të shkojmë drejt një rotacioni politik të brendshëm. Edhe besoj që fjalën e ka patur për zotin Veliej, sepse edhe ky ka patur dekorat anin nga Sorosi. Dhe ndërkohë, nëse ju kujtohet, po prapë si rastësisht, zoti Veliej takohet me Blinken, përpara se sa të shkonin, po themi, tek piramida. Madje Rama ka shkuar diku një 15 minuta jashtë orarit zyrtar për shkak të këtij gjesti, dhe nuk ka zgjatur më shumë se sa një javë që prokuroria ta thirrte si një person në nënhetim.
Pra, unë do të them që... Ti po thua një histori që thuhet në zë dhe je i pari që e thua publikisht. Unë e kam dëgjuar këtë nga shumë njerëz, politikan, gazetar, koleg, miq, por për të parë ti po e thua publikisht. Tani, si e vërteton këtë që është, sepse që zoti Veliaj të bënte një skem kundër Ramës, është pak e besueshme, ta themi kështu tani. Ja, që zoti Veliaj priste që Rama, kur tiki Rama do jetë zoti Veliaj, kjo është e besueshme. Po, si e vërteton këtë? Në çdo vend të botës, po themi, ndodh rotacioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë më unike sepse bëhet dikush president 8 vite dhe nëse bën shpikje pas 8 vitesh nuk ka drejtë. Kështu që në Shqipëri në fakt ishte krijuar një rotacion 8 vjeçar. Një rregull i pashkruar. Një rregull i pashkruar, por në një farë mënyrë edhe me vullnetin, edhe faktorin ndërkombëtar. Ju duhet ta dini shumë mirë që edhe në 2005-ën, edhe në 2013-ën thuhet që ka qenë reagim i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ndodhur rotacion. Edhe ishte bërë si e ullës. Të njëjtën ambicie besoj që ka patur edhe zoti Veliaj, që do të zgjaste vetëm 8 vite, pra do të ndodhte rotacioni në vitin 2021, që ky të vazhdonte, po themi, stafetën e leadershipit Partisë Socialiste, dhe po ta shohësh nga 2021-shi dhe në vijim, kanë qenë e acartë situata, sepse nuk ndodhi ajo, dhe ndërkohë, pra nuk është se është faj i zotit Veliaj, por është ajo se çfarë po përdor sot kryeministri për të qenë i përhershëm. Pra bën luftë të pandershme me opozitën, por bën dhe luftë pandershme në aspektin e leadershipit brenda Partisë Socialiste. Tani kemi dhe një foto tjetër, më lajmëron regjia dhe foton e fundit. Këta janë Spaku. E para njëherë, ke frikë nga Spak? Jo, s'kam. Se të kanë thirrur aty, prandaj të pyes. Kam qenë, kështu që nuk kam. Si është atje, si? Ka në një ndjenjë kështu? Besoj do i trimëri e fortë e madhe, nuk është kur shkon aty, ja? Unë e kam provuar dhe burgun me këtë qeveri, kështu që s'më ka... Mirë, po Spaku është tjetër gjë. Sistem drejtësie është. Kush u thirri nga këta? Nuk, jo, ka qenë OPG, nuk e njoh asnjë. Nuk ishe prokurori? Ja. Nuk ishe prokurori. Ja. Tani, do zgjidhet drejtuesi i prokurorisë. Altin Dumani dhe Arben Kraja përjashtohen, megjithëse ka një teori që zoti Kraja, me që është në ligj që jo të një pasnjëshëm, është ai presidenti Trump që mund të zgjidhet, po këta janë. Tani, lajmi është, zoti Mziu, që politika po bën çmos që të zgjedhë atë që do politika. Do thuash ti i bën maxhoranca këto, po edhe ju opozita nuk rrinim pas, jo, se edhe ju doni të keni tuajin atje. Tani, çfarë po ndodh? Na thuaj diçka që se ti je deputet, nuk je një zyrtar i dorës dytë dhe pse është kjo luftë tani? Se deri në datën 8 mbyllet. Spari do të theksoj që Spaku dhe sistemi i drejtësisë të jetë në koherencë plot me ligjin, por dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të dëshironja që mentaliteti i Spakut do të jetë fiks aty ku ka vendosur gishtin plag dhe Donald Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është trafiku ndërkombëtar i drogës. Po sidomos këto 2 ditë e fundit që është për... Dhe kjo është një fenomen që ka ndodhur dhe din çdo shqiptar që trafiku i drogës ndërkombëtare luhet nga shqiptarët, e thonë të gjithë ekspertët e atyre shteteve dhe ekspertët ndërkombëtar të trafikut të drogës. Kështu që unë do dëshironja që ne të jemi në rezonancë plot me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke konsideruar vërtet një problem madhor për Shqipërinë dhe për te kësaj. Kështu që për ta mbyllur do të dëshiroj edhe një herë që personi apo struktura të jenë në rezonancë me ligjin dhe me frymën e re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A jeni dakord ju që zyrtarisht Partia Demokratike i quan Spakun në organizatë terroriste dhe Altin Dumani kryeterrorist? Unë nuk merrem me këtë pjesën etiketime, po di të them këtë që sistemi i drejtësisë sot në Shqipëri është i kapur nga mazhoranca e sotme. Si e vërteton këtë?
Po, po t'ja vetëm një argument. Të majorancës i kanë fundur burg të? Po t'ja vetëm një argument. Sot kryetari i opozitës është detyrim paraqitje dhe ka qenë një vit ngujim në shtëpi. Kryetari tjetër i opozitës është në burg. Kryetari tjetër i opozitës Mediu pothuajse çdo javë ftohet në SPAK. Deputeti tjetër i Partisë Demokratike pse denoncoi një rast bëri burgun, pra nuk besoj që... Po këta të PS-s nuk i zë? Se janë më shumë këtej. Po, nëse do ta shohësh për numrat, duhet ishte raporti 1/100. Sepse janë 12 vite... Engje nuk jeni jo, Xhelal, tani ta themi kështu tani, po më shumë ka... Unë nuk po them... Se aty e Rëmbelie, Arben Ametaj, Ilir Beqa, Banj Gjushdako, është numër shumë i madh dhe janë peshat e rënda të PS-s. Tani mbje keq, nuk ka një proporcionalitet që të thuash, po themi, se me që zgjedhim aq nga PS-ja, do zgjedhim edhe aq nga PD-ja, ka të bëjë me mentalitetin, me shkeljen e ligjit. Ju e dini shumë mirë që Shqipëria u kthy në mbjellje droge, hashashi, ju e dini shumë mirë që personat që luajnë trafikun ndërkombëtar të drogës janë shqiptar dhe nuk mund ta bëjnë nëse nuk ka një marrëdhënie, po themi, shtet-grupe kriminale. Okej, zotim Ziu, faleminderit për bisedën. Kishe kohë besoj pa dhënë një intervistë gjatë. Ishte kënaqësi dhe ju falenderoj. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot nga Ora Lançafoku, mirupafshim.